Një zjarr i përmasave të mëdha ka përfshirë 2 banesa në lagjin Liria në Shkodër, duke shkaktuar dëme të shumta materiale. Flakët janë përhapur me shpejtësi, duke përfshirë fillimisht një banesë dhe më pas edhe atë ngjitur. Pavarësisht ndërhyrjes së shpejtë të forcave zjarrfikse, shtëpitë janë shkëmbuar pothuajse tërësisht. Kryefamiljari Lulzim Selja, i cili jetonte me 8 anëtar në njërin prej banesave, shprehet me slotësh se nuk i ka mbetur asgjë pas zjarrit dhe bën apel për ndihmë. Nusja ishte në shtëpi me gjithë fëmijë. Shkojmë i marr fëmijët të shkolla. Ndoshta korranti i ka bojta gjona, se i kam pas telat zeshëm kret për tush. Lakshtin kam pas, mërana tana ka nardhi shuqat për me dash për Magadic. Të mojtë ja sot, ja nesër, ja mas nesër, s'ka nardha si herë Magadic. Familja jame ka 8 gjyqtar, 6 fëmijë edhe burrë e grup. Damet muaj, në shtëpia mos i jena si fukara. Tash me në rrugë mos, se s'kam çfarë tjetër. Unë kam punu hamal, s'm ka dalë. Hraja me ndihmu shteti, edhe kush me ndihmu me Magadic këtë shtëpi. Si ku me vetë? Ndërkohë, grupi hetimor po punon për të zbardhur shkaqet e rënies së zjarrit që dyshohet të ketë nisur si pasojë një defekti në rrjetin elektrik.